Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Konfirmohet ndarja mes Big Bastës dhe Vesa Lumës. Ja çfarë ndodhi realisht mes çiftit. Big Basta dhe Vesa Luma, një prej çifteve më të njohura të skenës muzikore shqiptare, po flitet se po kalojnë një krizë në martesën e tyre. Thashë themet nisën të marrin vrull pas futjes së Big Bastës në ferm, një vendim që sipas burimeve nuk është mirëpritur nga Vesa. Por ajo që shtoi edhe më shumë dyshime ishte përgjigjja e reperit kur u pyet për kë do e merrte malli më shumë gjatë qëndrimit në ferm. Ai u përgjigj, djali. Dhe kur u pyet nga Luana vetëm për djalin, shtoi edhe familjen, pa e përmendur fare Vesën. Sa kaq, Vesa nuk ka bërë asnjë postim mbështetës për Big Bastën në rrjetet sociale, ndërkohë që një tjetër detaj u vure gjatë qëndrimit të tij në shtëpi. Në shtëpi është vënë kënga e Vesës dhe ai nisi të këndojë dhe kërcej së bashku me banorët e tjerë, por sërish përshëndeti vetëm të birin dhe jo Vesën. Pak ditë më parë u bë me dije se ftesa për në ferm për Big Bastën i ka sjellë atij probleme me bashkëshorten Vesën. Sipas raportimeve, burimet pranë tyre kanë konfirmuar se çifti po kalon një periudhë të vështirë. Shkak i kësaj përçarje duket se është bërë pjesëmarrja e reperit në këtë format, ku pjesë u bë mbrëmjen e së hënës. Vesa dhe Big Basta shpesh postojnë së bashku duke treguar dashurinë dhe mirënjohjen ndaj njëri tjetrit. Kujtojmë që dhjetorin e vitit 2024, dyshja u shfaq në Paris për të festuar për vjetorin e propozimit për martesë. 12 vjet më parë, në kulmin e dashurisë së tyre, dy këngëtarët e përjetuan në Paris çastin më të bukur të lidhjes së tyre, që më pas do të ndryshonte tërësisht jetën. Vesa dhe Big Basta ju rikthyen të njëjtit vend me kujtime të gjalla për ditën e tyre më të bukur. Natyrisht, tashmë edhe me frytin e dashurisë, djalin 8 vjeçar Lian. Me një postim në llogarinë e saj në Instagram, Vesa ndau këtë moment dhe me miq virtual, duke theksuar se ky udhtim ka rikthyer familjen në të njëjtin vend pas 12 vitesh.